Në punën e saj ka ndriçuar shumë histori njerëzore me djeshmëri dhe profesionalizëm. Sot në këtë ditë e veçantë, dita botërore e mirësisë, ndalemi për të kujtuar një nga vlerat më të mëdha dhe fisnike që mund të mbajë njeriu në zemër. Ajo gjë e cila është mirësia. Në një botë që shpesh trazohet nga padrejtësitë, konfliktet dhe ftohtësia njerëzore, mirësia mbetet forca më e pastër që mund të lidhë njerëzit mes tyre. Është ajo dritë që shfaqet në një buzëqeshje, në një dorë të zgjatur, në një fjalë të ngrohtë apo në një gest të thjeshtë mirësie. Mirësia nuk njeh kufi, fe apo komsi. Ajo është një gjë universale që kuptohet nga çdo zemër e sinqertë. Në këtë ditë simbolike, duam të ndalemi në një moment në historia e fishëve tanë iraniane, të cilët për shumë vite kanë jetuar larg nga liria dhe dashuria e njerëzve. Brenda kampit të Mekut, ata nuk kanë njohur mirësi. Ishin të izoluar, të kontrolluar, të privuar nga lidhjet familjare dhe nga çdo ndjenje natyrshme njerëzore. Por, për fat të mirë, jeta u ofroi një mundësi të re. Këtu, në Shqipëri, ata gjetën jo vetëm një strek për ngrohtësi njerëzore. Gjetën miq që i mirëpritën pa paragjykime, që i dëgjuan me zemër, që i ndihmuan të rifitonin besimin tek njeriu. Kjo është prova më e bukur se mirësia ekziston dhe mund të ndryshojë fatet e njerëzve. Në këtë luftim, një rol të veçantë ka luajtur shoqata Nexhat, e cila ka shndruar gjithmonë pranë tyre me përkushtim, me ndihmë konkrete dhe me dashuri të vërtetë njerëzore. Nexhat ka dëshmuar se mirësia nuk është vetëm me fjalë, por me veprim. Është përkushtimi i përditshëm ndaj tyre, që ka nevojë për mbështetje, për dinjitet dhe mbi të gjitha për një shpresë. Kujtojmë të gjithë se çdo gjest i vogël mirësie ka fuqi të ndryshojë një jetë. Le të mos presim ditë të veçanta për të qenë të mirë, sepse çdo ditë është mundësi për të bërë diçka të bukur për dikë tjetër. Le të jemi zëri. Le të jemi zëri i dashurisë në një botë që shpesh hesht përballë padrejtësive. Le të jemi drita që ndriçon errësirën e vetmisë dhe zemra që rreh për gjithë të tjerët. Në fund të ditës, ajo që mbetet nuk është pasuria, as fama, por mirësia që kemi shpërndarë dhe buzëqeshjet që kemi ndezur tek gjithë të tjerët. Atëherë, por ta përmbyllim me një fjali, kjo është trashëgimia më e bukur që mund të lëm pas, mirësia.